Dashi, kush është partneri ideal për një dash? Normalisht, dashi është shej zjarrt, edhe janë shejat e zjarrta, që i bjen me thanë luani edhe shiqetari. Po ashtu, me dashin shkon mirë edhe binjaku. Na duhen me mendu elementi që shkon me element. Dijeni cila shej e juja është në cilën çfarë elementi ka, edhe çka bon elementi me element. Për shembull, zjarri me ujë. Çka i bën uji zjarrit, e vlan, e çka i bën zjarri ujit, e fik. Kështu pra, por nëse një dash don me gjetë partnerin e vet ideal, duhet me kërku opozitën e vet. Unë tregova për shejat me të cilat a i kalon mirë, edhe e ka let, por me opozitën e vet as pak nuk e ka let. Opozita e ti është peshorja. Një dash është eksploziv, vepron shpejt, edhe i bjen vendimet shpejt. Përballë ka peshore, e cila të gjitha sanet i mat, edhe është shumë racionale. Kështu që çka i mungon dashit, e ka peshorja. E çka i mungon peshores, e ka dashi, iniciativen. Demi është shej tokës, me kënd shkon demi. Për me pas një lidhje të qetë, harmonike, edhe pa shumë drama, demi shkon shumë mirë me peshoren, edhe me bricjapin. Mirë po, a i shkon shumë mirë edhe me gaforen. Nëse na të kërku një partner me të cilën kuptohemi, edhe e kemi let. Mirë po nëse jemi të kërku një partner i cili na sfidon, na bon me qenë na me dalë për tej vetës, edhe për tej kapaciteteve tona, kush është ai? Kënë e ka përballë demi. E gjejmë demin, kënë e ka përballë, e ka akrepin. Që dhe me thanë kjo? Dhe me thanë që i vyn një shej i krizave. Demi e dënë stabilitetin edhe nuk bën kur kriza. Kurse shej i krizave është akrepi. Demi është jeta, akrepi është vdekja. Duhet me vdek që me urin gjallë. Bineqet janë sheja par e ajrit. Çka i vyn ajrit që për me e qenë sa më i lirë. Ata janë shejat të cilët janë të lira, dojnë me lëviz, nuk dojnë kur gjatë bajatshme. E kush janë shejat tjera të ajrit? Shejat tjera të ajrit janë peshorja edhe ujori. Këta janë partnerat me të cilat ju a keni let, kuptoheni shumë mirë, se jeni paka shumë të ngjajshëm. Po ashtu edhe luani. Mirë po, kush është partneri ideal i një binjaku që e sfidon, e nxit, i ndihmon me u zhvillu. Ta kërkojmë, ja ku a kemi binjakun, përballë binjakut e kemi kush? Shigjetari. Shigjetari është filozofia, binjaku është informata ose mësimi. Një binjak ka nevoj pak për filozofin e shigjetarit, kurse shigjetari ka nevoj pak për informatën që e ka një binjak. Gaforja është sheja e parë e ujit. Çka është uji? Uji është emocion. Çka i duhet ujit? Ujit i duhet që me qenë gjithmonë në kuadër të asaj se çka ndodh, emocionet me i thith. Kush janë partnerat ideal të një gaforje? Të një gaforje, partnerat ideal janë akrepi edhe peshqit. Po ashtu edhe vizhgjeresha. Këta janë partnerat me të cilët me se leti kalan një gaforre. Po çka i duhet gaforrës që mu zhvillu, me dalë për tej vetës, me e te i kalu vetë vetën, për vete edhe për partnerin e vetë. Ta gjejmë gaforën këtu, ja ku e kemi gaforën. Kënë e kemi përballë gaforrës e kemi bricjapin. Pse? Sepse bricjapi është i ftaftë, është racional, gaforja është shumë emocionale, gjithmonë bjen vendime me emocion. Kurse bricjapi është gjithmonë racional, edhe emocionet i ka në plan të dytë. Pra kështu, këta dy sheja plotësohen me njënë tjetërn. Shumë vështirë që funksionojnë bashkë, ama e zhvillojnë njënë tjetër. Luani, sheji tjetër i zjarrt, i cili është fiks me karakterin e vetë. Bajagi janë kokfort, por ata me kënd shkojnë me së miri. Ata me së miri shkojnë me shigjetarin edhe me dashin. Përpos shigjetarit e dashit, ata shkojnë mirë edhe me peshoren.
Luanat janë shejat të cilët kanë qef gjithmonë me qenë të partë, edhe me qenë gjithmonë me të bukurit edhe më shumë të me nënësy. Mirë, po nëse një luan dënë me u zhvillu edhe me provoku vetën e vetë, me dalë për te i kornizave të veta, ta gjejmë luanin, ka luani për balë, e ka ujorin. Çka do të thotë kjo? Luanin e njofim si shumë egoist, kurse ujorët e njofim si shumë humanist. I bjen që është opozita e njëri tjetrit. Luani veç për veti, ujori për të gjithë të tjerët. Dhe kështu plotësohen këta dy sheja. Normal, ka ne kemi opozite, kemi shumë vështirë me to, po për të zhvilluar është partneri ideal. Sheja e Virgjëreshës ka partnerin ideal. Partneri ideal i Virgjëreshës është Bricjapi edhe Demi. Po ashtu edhe Akrepi. Për të treguar se si mund të jetojnë lehtë, qetë edhe pa ndonjë telashe, Virgjëresha e ka pra Bricjapin edhe Demin. Mirë, po kush e sfidon Virgjëreshën, edhe kush bën për Virgjëreshës idealen, e nxjerr maksimumin prej saj, edhe ajo normal për partnerit vetë. E gjejmë Virgjëreshën, ku e kemi, ku e kemi Virgjëreshën, ku po shkojmë? Te Peshqit, shkojmë te Peshqit. Pse? Sepse Virgjëresha gjithmonë analizon. Është shumë për toke edhe gjithmonë i mendon sene 2-3 herë, 5 herë, 10 herë, kurse ai që nuk i mendon kurrë edhe nuk analizon janë Peshqit. Për që ata janë partneri ideal i tyre. Peshorin e kemi shumë diplomatike. Partneri ideal i peshores, ajo shkon me shumicën e tyre. Nuk është problem me shku mirë me një peshore. Mas mirë edhe mas leti, shkon Demi edhe Bricjapi. Po ashtu edhe shiqetari. Mirë po, kanë duhet me pas peshorja për balë që me qenë në full të kapacitetit vetë. E gjejmë këto në hartë, ku e kemi peshoren, ku e kemi, edhe çka e gjejmë dashin. Pse? Peshorja diplomatike, dashi shumë i shpejt. Peshorja nuk vjen vendime, ajo vetëm i peshon, i vyn dashi që me pru vendime. Akrepi, doni me kuptu që uji në natyrë është në 3 forma. Është lumë, është liqe edhe është det. Lumë është gaforja. Liqe është Akrepi, kurse oqean ose det është peshku. Po ashtu e kemi edhe në 3 gjendje agregate. Është në të langësht, në të akullt edhe në të avullt. Në të langët është gaforja, në të akullt është Akrepi, edhe në të avullt është peshku. Pra, këta 3 sheja shkojnë më së miri në veti edhe mas leti. Akrepi po ashtu shkon shumë mirë edhe me Bricjapin. Mirë, po kush është partneri ideal, ose më i vështiri, ose ai që më së shumti e nxit një akrep që të zhvillohet. E kërkojmë, kush është? Demi. Pse Demi? Sepse është stabil, sepse Demi është i qetë edhe Demi është shumë lojal. Kurse Akrepi është shej i krizave. Ai prodhon kriza për të krijuar zhvillim edhe mbarësi në familjen e juaj. Pra, ky është partneri më ideal i një akrepi. Shigjetari është shej e zjarrt edhe e ndryshueshme me karakter, që i bjen me thënë zjarr që ecë, zhvillohet, cilat janë sheja që më së miri edhe më së leti kalon shigjetari, është dashi edhe luani. Po ashtu shigjetari kalon shumë mirë edhe me ujorin. Mirë po, me kalu mirë, letë, apo po kërkojmë një partner i cili na zhvillon edhe na jep mundësinë na me u zhvillu. Për shigjetarët, na e dim të gjithë që e dojnë më së shumti në jetë lirin, e kanë për balë. Shigjetari për balë e ka binjakun. Çka dona me thonë? Edhe shigjetari edhe binjaku e dojnë lirin. Mirë, po çka i mungon atyre njonit që se ka tjetri, e çka ka tjetri që i mungon tjetrit. Nëse dona kështu me këqyr, atëherë binjaku është informat, kurse
shigjetari është filozofi. Se cilit filozof i duhet informata për me mujt me filozofu, edhe me zhvillu mendimin, kurse binjakut i duhet pak ma shumë se sa me mendu. Jo gjithmonë mu bazu në informata që i në televizion ose në telefon. Bricjapi është shehet tokës, edhe me se mirë i shkon me shehet e tjera të tokës, që i bjen me thanë demi edhe vizhgjeresha. Mirë po, bricjapi kalon shumë mirë edhe me peshqit. Nëse kemi 3 shehet tokës, edhe duhet me pas dalim, normalisht që ka dalim. Bricjapi është në majet e malit, dashi është në livat, kurse luani është në mes të kopes. Pra, edhe këta 3 sheja kajnë dalime. Me kanë tjetër shkon bricjapi për pos këtyne 2 shejave, a i shkon shumë mirë edhe me peshkun. Pse? Sepse peshku jeton në ujë, e bricjapi gjithmonë ka nevojë për gjana të reja. Janë njerëzit që kërkojnë me ditë të ardhmen. Mirë po kush është partneri i cili e sfidon më së shumti edhe e zhvillon më së shumti një bricjap. Ta lipim këto në hartë, hajde ta gjejmë bricjapin, ja ku kemi bricjapin. Përballë bricjapit e kemi gaforren. Gaforren pra, pse gaforren? Sepse bricjapi thot, pikry të gjitha punët e nëse kam kohë dashurohem. Kurse gaforja thot, mas pari duhet dashnia, mas një tona punë t'i kryj. Pra, për të bërë këtë balans në mes të emocioneve edhe ambicjeve, këta 2 shehe janë ideale për njëra tjetrën. Nuk kuptohen. Kuptojeni që ata që e keni përballë nuk e kuptoni, por është energjia që ju nevojitet juve për me u plotësu. Ujori, shehi i fundit i ajrit, na i thrasim alien, sepse i takojnë të ardhmes. Ata janë të ngjajshëm edhe shkojnë shumë mirë me shehe tjera të ajrit, që i bjen me thanë bineqt edhe peshorja. Mirë po, ujori shkon shumë mirë edhe me një dash. Pra, elementet nërveti shkojnë mirë, shkojnë edhe me elementet të cilat elementeve t'juja i përshtaten, si për shembull ajri edhe toka. Nuk kajnë fort problem me vetin, uji edhe ajri kajnë problem me vetin, zjarri edhe uji kajnë problem me vetin. Pse ka problem zjarri me ajrin? Sepse nëse i fryn era zjarrit, e ndez nëse është gacë, por nëse është flak, e shpërndan shumë. Edhe kështu pra, e shifni elementin e juj, e shifni elementin e partnerit, e shifni reagimin e aty në 2 elementeve, edhe ashtu ju reagoni me njëni tjetrin. Jena të folë për ujorin. Ujori pra shkon mirë me demin edhe me peshoren, po ashtu a i shkon shumë mirë edhe me dashin. Mirë po kush është antipodi ti, kush është opozita ti, kush është opozita e ujorit. E gjejmë ujorin, e kena do valë, që ko kemi ujorin, shkojmë për balë, është luani. Luani. Ego. Pse thojmë na? Luanat i njofim që njerëz që e dojmë veten, të gjitha pasqyret i kanë kthym ka vetja. Kurse ujort, të gjitha pasqyret i kanë kthym ka njerëzit. Janë njerëzit me humanist. Ata të cilët njerëzimit i japin eter. Simbolika e një ujori është një njeri që derdh ujë ose eter njerëzimit. Pra, për atë, energjia e ujorit edhe energjia e luanit janë të ngjajshme edhe më zhvilluese për njëra tjetrën. Kuptojeni që partneri juaj ideal është ai i cili ju zhvillon juve, jo ai i cili ju përgdhel. Peshqit, sheja e fundit e ujit. Pse kanë dallim peshqit për të gjitha shejave të zodiakut? Kanë sepse të gjitha shejat janë shejat të cilat jetojnë në tokë. Përveç gaforrës e cila mundet me jetu edhe në tokë edhe në ujë. Peshku nuk mundet me jetu në tokë, jeton vetëm në ujë. Po kjo nuk do të thotë që ata nuk munden me jetu me neve, se ata me neve janë të jetu, po flet për mindsetin e tyre. Ata ka një mënyrë mendimi që nuk përshtatet me neve. Ata janë shumë kreativ, zakonisht janë artista edhe janë të ndryshueshëm me kon, ata më së shumti shkojnë. Ata shkojnë me shajat e ujit,
që i vjen nga forja edhe akrepi. Po ashtu peshqit shkojnë shumë mirë edhe me demat. I pëlqen stabiliteti i demave. Mirë po, kush ma nxit mu një peshk, kush janë nxerr zorë të barkut, kush e bën peshkun me fol vetë me veti. Pse? Për me janë nxerr të gjitha elementet e mira edhe të këqija një peshku. E lipim peshkun këtu ku e kemi, ku je mëre peshk, ku je mëre peshk, ku je mëre peshk, ku je mëre peshk. O, peshku, 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 ja ko është peshku. Kënde ka përballë peshku? E ka virgjereshen. Virgjeresha e cila gjithmonë mendon 2 herë, e flet 1 herë. Për atë është partneri ideal i një peshku. Peshku asnjëherë nuk mërzitet, nuk bën kalkulime, jeton me intuit. Si ti vjen që ashtu punon, për që ato e vjen një virgjeresh e cila është analitike edhe i mendon të gjitha. Kështu pra partneri ideal, por jo më i kallajshmi, është një virgjeresh.